kur ligjet kanë qenë shumë të mira, por ka qenë i mangët implementimi në praktikë, zbatueshmëria, apo edhe kontrollimi i mbikëqyrja e zbatueshmërisë të ligjeve në praktikë. Pra, kjo është ndoshta edhe një thirrje publike që shfrytëzoj rastin ta bëj që kushdo që do të jetë në qeveri në të gjitha nivelet, kushdo që është përfaqësues i popullit, i cili ka më zgjedh prej nesh, të provoj ta kthej, s'po them ndoshta në prioritetin kryesor, por ta kthej në një prej shtyllave ose prioriteteve kryesore të zhvillimit të vendit, edhe arkitekturën dhe zhvillimin urban. Sepse ne sot, në aspektin e hapësirave publike dhe objekteve publike shtetërore, ende i kemi ikonat e fundit që janë ndërtuar në vitet e 50-ta. Por në atë kohë ka qenë tjetër regjim, komplet tjetër nomenklaturë politike, e cila nuk është as pak e lakmueshme, sidomos për ne, por e ka pas prioritet zhvillimin urbanistik dhe arkitektonik. Pra, përmes objekteve kulturore, sociale, krejt ato tipologji që përmenda më herë mos përsëritem, të cilat ndikojnë drejt për së drejtin kualitetin e jetesës të qytetarëve. Edhe mandej, ndoshta kjo që ankohemi edhe themi që krejt rinin e shohim nëpër kafiqa rrugëve, normalisht kur kemi një teatr të operës, kur kemi teatr funksional, kur kemi objekte të tjera galeri të artit, objekte të tjera kulturore, habe inovative ku mundet me u zhvillu teknologjia, na jemi vendi me popullatën më të re në Evropë. Domethënë jemi me mbi 65% të popullatës nën 30 vjet. Është një prej aseteve që na lakmojnë krejt vendet e tjera evropiane. Edhe kjo është diçka që në përmenda edhe në atë asambletë përgjithshme, sepse gjithmonë kudo që shkoj pavarësisht nevojës që kemi për me kërku me na mbështet edhe me zhvillu, nuk e lë pa shfrytzuar rastin me tregu çka kemi si potencial, çka mundemi na me ofru për Evropën. Jemi vendin me popullatën më të re, jemi vendi që jemi në aspektin e gjuhës angleze, pothuajse shumica e rinisë në 90% se më shumë flasin anglisht. Jemi vendi me mbulueshmërinë më të madhe të internetit, për çudi jemi diku mbi 95% nëse s'gabojmë mbulueshmëri me qasje në internet krejt territorin e Kosovës, edhe jemi në Evropë fundi fundit, kështu që këto janë disa prej aseteve edhe disa prej parakushteve që na mundemi me kry shumë punë që janë outsourcing, që mundemi kry për vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Edhe këtë potencial është mëkat nëse na nuk e shfrytëzojmë edhe nuk e vëmë në funksion në mënyrën më të mirë të mundshme. Nuk guxojmë lënë me na ik truri në vendet e tjera për shkak të mundësive më të mira që i kanë. Është e kuptueshme që na është vështirë me ushty me vendet që kanë traditë qindra vjeçare në shtet formime, në zhvillim edhe kanë komplet set të ndryshëm të problemeve që ballafaqohen tash, ata mendojnë qysh me kalu në qëndrueshmëri në aspektin e energjisë, qysh me kalu në energji të pastër, ripërsishme e tjera, na kemi ende dhe sfida tjera pak më të mëdha, po në anën tjetër, për ato që mundemi, ato që dim, dhe ato për të cilat jemi të përgatitëm profesionalisht, është mëkat mos t'i shfrytëzojmë dhe mos t'i qesim në funksion të vendit tonë. Edhe kjo është një prej brengave kryesore që kam pse na nuk po shfrytëzojmë potencialin edhe të trurit, edhe të profesionistëve, edhe të investitorëve, edhe të ligjvënësve, politikë bërësve, që ta bëjmë një vend më të mirë për atë sa kemi mundësi. Pjesa tjetër është pjesë e zhvillimeve historike që është pothuajse pamundshme në fuqinë njerëzore të ndryshohet. Po këta e kemi obligim secili prej njerëzve që bart funksion dhe përgjegjësi publike që ta bëjmë më të mirën e mundshme që ta kapitalizojmë dhe ta shfrytëzojmë maksimalisht në mënyrë që këto punë, këto kontribute dhe këto investime të kthehen sa më shumë në dobi qytetarëve dhe më në fund të fillojmë të shohim për te problematikave politike, rajonale, marrëdhënieve të tjera, edhe dikush që mendon për ngritjen e kualitetit të jetesës së qytetarëve, sepse vetëm përmes përmirësimit të nivelit të jetesës së qytetarëve, mënyrës se si ne funksionojmë çdo ditë brenda qyteteve, fshatrave tona, kudo që jemi në Kosovë, mbrime i majt njerëz këto, mbrime i ofru kushte të mira të jetesës edhe me i motivu që me kontribu për këtë vend. Sepse është efekt zinxhiror, nëse shet dikon të bo mirë, automatikisht a ke pa nëse hek dikush një letër e gjunë shport, krejt tjertë për rreth fillojnë me mendu që është të ngjajshëm, me ndihmu ose me bo diçka. Kështu që na vyn dikush që thjesht e shtyn këto procese, e kthen arkitekturën në një prej prioriteteve